Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun na falenderojmë, salavat dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Dita e tretë e muajit të Ramazanit. Allahu ibadetet kabull na i bëft, na i pranoft. Agjerimin Allahu na i pranoft. Lutim Allahun që ky muaj të dëshmon për ne ju kundra nesh në ditën e ahiretit. Të dashur vëllezër, muaji Ramazanit, po që është muaji i përmirësimit, muaji i avancimit, muaj i rritjes dhe forcimit të imanit, është muaj i sadakas, muaj i lëmoshës. Gjatë këtij muaj, veçanërisht në 10 ditë, 10 ditët e fundit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte më i shpejtë se fryma, domethënë në dhënien e lëmoshës, duke u ndihmuar nevojtarve. Muaji i Ramazanit, siç e shihni dhe siç dëshmojmë të gjithë, se është muaj ku njerëzit shumë ndihmojnë, shumë japin, shumë sadaka japin, shumë lëmosh japin, por shkak se ai kanë kuptuar se lëmosha në këtë muaj nuk është sikur në muajt e tjerë. Andaj shumë dëshirojnë të japin sadaka me mundësitë e tyre kur sa ka dhe domethënë çfarë mundësie ka. Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, një njeri i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është pyetja e tretë. Pasi që jemi në ditën e tretë, është mesazhi i tretë, pyetja e tretë, në të cilën pyetje u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, ayu sadaqatin khair, cila sadaka, cila lëmosh është më e mirë? Pra ne sadaka nuk japim vetëm Ramazan, japim edhe muaj tjerë, po edhe në Ramazan, por jo se lëmosha çdo kujt në Ramazan është e njëjta. Jo se lëmosha në Ramazan çdo kujt është e njëjta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, lëmosha më e mirë është ajo lëmosh kur ti e jep në momentin, në kohën kur ti shpreson pasuri, kur ti i friksohesh varfërisë, kur ti e ke kujdesin mos harxhosh, kur ti nuk e pret momentin e vdekjes, me ta shpirtin fyt edhe me thanë tash, po filanit kaq japi, filanit kaq japi. Kur jo, ti je shëndosh, ti je në formë, ti ke pasuri, ti nuk i friksohesh varfërisë dhe nuk lejon që shejtani të sulmon me këtë çështje, që ti t'i friksohesh varfërisë dhe ti ke kujdesin, dëshiron që të kesh. Po gjithashtu edhe kur ti shpreson shumë pasuri, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është sadaka e më e mirë. Pra sadaka e më e mirë, kur ti je në formë, je shëndosh, je me shëndet, je mirë. E jo me të ardhë vdekja, me pa vetin se s'ke katjamash, s'ke ku shkosh, e tash, kjo, po, është sadaka, dhe kjo është lëmosh. Po nuk është njëjtë si kur tash, kur ti je me shëndet, alhamdulillah, qaq sa ke, edhe nuk ja mundson shejtani të frikson me varfëri, don me pas pasuri, shpreson, don të kesh, por një të kohë t'i jep, jo vetëm me shpresu me pas, e të tjerëve mos ju ndihmo. Nëse ti ju ndihmon të tjerëve, ty Allah do ndihmon. Nëse ti e zgjat dorën e ndihmesës, e mirësisë, Allah ka me të ndihmu ty. Allah është ai i cili na jep neve nafakën. Allah është ai i cili neve na shton pasurinë. Andaj, shfrytëzojeni këtë muaj me shumë sadaka, me shumë lëmosh, pa mos ja mundsuar shejtanit që të ndikon në zemrat tona dhe të na pengon në dhënien e lëmoshës, në dhënien e sadakas. Lusë Allahu subhanahu wa taala që lëmoshën sadakan kabull të ne bon. Lusë Allahu azza wa jall që agjerimin e këtij muaji kabull të ne bon, në xhenetul firdaus me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon.